Top mjafti mirë në thellësi, ka dalur portieri, një tentativ që pritet. Ende Arbënor Ramadani, pasimi për Ademi, në shpenguar brenda zonës, për jo thot gjyqtari, s'ka penalti. Kenc Nuza është i bindur, mbetit i rrëzuar në zonë, fiton Ademi. Vendoset 1-1 me Mullali që provon këtë arkim të rrezikshëm në zonë, topi kthyer në qendër. Çfarë rasti! Andra Prishtinës së re. Krosimin e shtyllën e parë, topi devijohet, i mbetur në zonë, goditja tani mbi port nga Hasan Hyseni. Këtë mirë Mullali krijon hapësirë nga djatha, krosimi i tij nuk largohet mirë, Ademi goditja ka pritur Lekaj. Çfarë rasti ideal për llapin, çononte minuta 37. Dobo të reagoj, në avantazh, Altin Mërlaku, tjetër driblimi mirë, e Majta Mërlaku ka pritur. Qoric. Mirë për para nga Hugo, shansi tani ka dalur Qoric, goditja, përfundon jashtë. Nuk kishte faull, thot gjyqtari Nuza, 3 minuta shtesë në fundin e pjesës së parë. Morina nuk e mbrim, por pastaj përfiton nga pasiguria Mullalić, goditja nga distanca, Qoric e devion në korner. E rrezikshme ishte goditja e Altin Mërlakut. Nuk një distancë 10 që i Dugagjinit. Blakqori, sërish Rama, futur brenda zonës, mundësia Rama, pasimi për Hasanin, i kthyer në qendër ai top, intervenon Lekaj. Në 2 raste, nuk ka gol për llapin. Provon krosimin me të Majtën, i rrezikshëm, goditja tani! Çfarë rasti! Do të ishte një nga golat më spektakolar, por nuk pati fatin Mërgim Pefçeli këtu, minuta 80. Me rove shat, çfarë goli do të ishte? Për fare pak mbi port përfundoi. E shmangu dorën. Tani krosimi, topi mbetur në zonë, çfarë rasti? Arbënor Aliu nga afërsia ka gabuar. E kishte në këmbët e veta golin e fitores. Golin e 3 pikëve me shumë gjas, por ka gabuar Aliu. Sulmi i Dugagjinit tani, Mërlaku. 2 lojtarë që afrohen dhe pasaj largon. Pefçeli me këtë goditje, Qoric ka pritur. Raste të një pas njëshme në fundin e ndeshjes. Aliu, por këtu mbyllet sfida ashtu si nisi, 0-0 mes llapit e Dugagjinit.